Sot në studio kemi një artist që nuk krijon vetëm fotografi, krijon gjendje, momente, krijon histori. Romir Imami është një nga fotografët më të spikatër të gjeneratës së re, një emër që ka ndërtuar edhe reputacionin e tij me punë shumë të pastër, vizion të fortë dhe stil të pandryshueshëm. Vetëm dje ai mbajti edhe punëtori me studentën e Universitetit të Tetovës, ku ndau edhe përvojën e tij profesionale, filozofinë mbi fotografinë dhe mënyrën se si një artist duhet të sheh botën përmes objektivet. Studentët patën mundësinë të mësojnë jo vetëm teknikat, por edhe ato që Romiri e thekson më shumë se çdo gjë tjetër, të shohin jo vetëm të fotografojnë. E sot do flasim edhe për punëtorim, po edhe për rrugën e tij krijuese. Romir, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Të lutem, është të kënaqësi, sidomos kur kemi shpirt artistik në emision, ajo vetë të jep një energji pozitive, sepse unë gjithmonë them një artist nuk mund të jetë njeri negativ, me vetë faktin që merret me art në përgjithësi. Edhe asaj kur ja shton edhe emrin të rosh mirë. Të rosh mirë. Nuk ka më mirë, nuk ka më mirë. Do lidhemi pak tek punëtoria e djeshme, pastaj do shkojmë edhe tek profesioni rrugtimi, gjithçka tjetër, po pasi që është më e freskët punëtoria. Si lindi ideja për ta mbajtur këtë punëtori me studentët e artit të Universitetit të Tetovës? Ideja e mbajtjes së kësaj punëtorie, faktikisht i këtij rrugtimi filloi në Struk. Aty me ish kolegen time dhe me profesoreshën Yıldız Hasani e diskutuam idenë për të organizuar një punëtori mbi fotografinë e portretit për studentët e Fakultetit të Artit në Universitetin e Tetovës, edhe fal koordinimit edhe kontributit të universitetit u realizu që në këtë kohë të dhjetorit ta realizojmë pak para festave, ta realizojmë këtë punëtori. Do me thanë, ka qenë ide edhe ma përpashme, mirë po aty disi si kur mori u konkretizua pak më tepër, edhe më pëlqeu atë që përmende në një në pjesë, do me thanë, ideja e mbajtjes atij workshopi ishte pak edhe të paraqitet filozofia e mënyrës se si për shembull fotografon Romiri, se ata studentët ishin kogja të përgatitur. Kemi ca insirte nga regjia do kërkojmë për mbrapa, po? Isha i befasuar se studentët ishin shumë veç më të avancuar në njohjen e bazave të fotografisë, ashtu që kisha hapësirë më tepër të bisedoj mbi qasjen. Më e lehtë është për personi përballë të kupton dhe është më interesuar. Të them drejtën, kur ndjem mes një akademis edhe artit, aty ndihem sikur të jem në territor timin. Edhe komunikimi me artist të këtij profili, sidomos student, kreativ, me ideja të reja edhe me entuziazëm, për mua është një shtytje edhe më e madhe që të jap sadopak një kontribut të vogël në rrugtimin e tyre. Ndoshta një inspirim më tepër, ndoshta një dashurim mbi fotografinë, ose si që përmenda në workshop, dritë të shkrimin. Dritë të shkrimin. Dritë të shkrimin. Jo dritë shkrimin, por dritë të shkrimin. Dritë të shkrimin, si një prej fjalëve ma unike, më përafërta qoftë në profesionin tim, po edhe në zemrën time, që të shkruash me dritë. Dhe kjo ishte pjesa fillestare e workshopit. Tash këtu nuk do të mësojmë mbi mënyrën se si punon aparati, janë gjëra të cilat ata pak a shumë i din. Duhet t'i din, po nuk është ajo fokusi im. Fokusi im është që këtu ju të mësojni të shkruani me dritë. Edhe secilit prej studentëve u adhash nga një fletë të zezë, me një laps të bardhë. Të kundërtën e fletës së bardhë me laps të zi, që të simbolizon atë shkrimin me dritë, edhe kërkova për atyre aty të shkruajnë qoftë vizionin e tyre se si ata e përjetojnë fotografinë e portretit. Po si e ndjeve energjinë? A e pan fotografinë si profesion, si art, apo si një mënyrë të menduarit? Sepse ka dallim një fotografi kur e shkrepi unë, që nuk ka ma berë dhe marrë dhe vetëm bëj një foto, ndërsa një person që sheh perspektiv tjetër, sheh sy tjetër, e shef si e krijon një moment ku të tjerët nuk e shohin. Nuk e shohin. Mënyrën e profesionit nuk u përqendrova. Nuk u përqendrova në atë shumë në se si funksionon profesioni një fotografit, nuk është pjesa ime më e shkëlqyeshme ose pjesa të cilën e dëshiroja shumë. Po më tepër qasjen time mbi fotografinë si pasion. Okej.
pjesa e profesionit e ka të vetëm, ata është konteksti ekonomik, shoqëror e ashtu me radhë. Për mua ishte më me rëndësi ta përcjellja atë porosinë e çfarë nënkupton fotografia si pasion më tepër se sa çka është si funksionon fotografia si profesion. E çka përfaqëson më shumë si pasion se ne s'kemi qenë Ndoshta duhet t'i pyesim studentët, e përmendë edhe interesant se si paraprin edhe bisedës në kuptimin e çka edhe unë kisha dashur të them, mënyrën ideja është të ndryshohet mënyra se si e shef botën. Kur dalin ata student prej atij workshopi 2 orës apo sa zgjati dje në Tetov, pritshmëria ime nuk është që ata të nesërmen do të bëhen fotografistët më të famshëm në botë. Mirë po, nëse në ato 2 orë une si ligjerues, si prezentues, si dritëshkrues, arrit t'u ndroj mënyrën spaku se si e shohim botën përmes asaj dritare të vogël të aparatit, për mua misioni është i kryer. Edhe nëse asaj mund t'ia shtojmë edhe pak më tepër atë dashurinë mbi dritëshkrimin, aty e përmbyll edhe ligjeratën time me këtë fjalin dritëshkrim tani do e fus në kokë dhe seriozisht gjithmonë kur të bëhet fjalë për fotografinë do të them kjo është një dritëshkrim i bukur. Këshilla ime kishte qenë ta fusish në zemër. Se shumë më me rëndësi se sa koka haron ngadonjëherë. Mirpo nëse shkruan, nëse dritëshkruan me zemër, bëhet disi me një dimension krejt tjetër. Okej. E dim se tani studentët të rinjt, në fakt, ato moshat pak më të reja se ne, se jo që ne jemi në moshë madhore dhe ne jemi të rinj. Mos të hymë aty. Jo, fare, po ato pak më të rinj se ne që janë, ka një sy tjetër, janë më kreativ. Unë ashtu i shoh paktën dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë që po shkojnë po apërojnë edhe me kohën. Dhe jam e bindur se të kam bën ndonjë pyetje që ty të ka surprizu. A ka pas ndonjë moment ku ata nëpërmjet pyetjeve të tyre ta hap një folder në kokë, okej, bravo, tani shoh potencial tek ta, apo ishin vetëm ashtu që të dëgjonin dhe ishte një bisedë pa interaksion. Për fat të keq, unë isha ai që duheshte të flet më tepër në krejtaj, mirë po, është një fakti që në momentin që e përmendën se kanë një qasje interesante gjeneratat më të reja me fotografinë, më duket se ka të bënë edhe me faktin e demokratizimit të qasjes në fotografi, që më përpara nuk ka qenë. Për shembull, spaku jo në kohën kur unë kam qenë teenager, ku të posedojsh një aparat fotografik është dash të shesish, se dini, ose të paguash shumë shtrejt. Sot, qasja te aparatet, sidomos të telefonat mobil është aqe demokratizuar, sa që secili prej ne e ka mundësin të shkruan me dritë. Pyetje konkrete nuk kisha mund të thëmë që parashtruan, mirë po diskutime u zhvilluan kryesisht në atë se si munden ata të motivohen për krah sfidave të ndryshme, për krah perceptimeve të ndryshme që njerëzit kanë, jo vetëm për fotografët, po edhe për artistët, të i kalojnë ato bariera, të pajtojnë me faktin se njerëzit tjerë nuk do të arrin t'i kuptojnë. Po mos të harrojnë se ata si fotograf, nëse vazhdojnë në atë drejtim, si dritëshkrues, t'i kthejmë si dritëshkrues, do të fillojnë të shohin gjëra të cilat tjerët nuk do të arrin të shohin. Pyetja ime e radhës është, besom se aq shumë jemi të ndërlidhur me këto ide tona, a doja ti mësosh studentë si të bëjnë foto të bukura, apo ti mësosh të shohin bukurinë që askush nuk e sheh? Do të thënë, e kisha veç se paraprakisht. Fotoja e bukur është përzgjedhje mendim personal. Çka do me thënë foto e bukur? Çka është një foto e bukur? Mu më duket foto e bukur është më tepër konstrukt individual se kush si e shef një fotografi të caktuar. Arritjen e bukurisë në fotografi spaku në atë punën që e bëj, për mu nuk është më sfidë. Pozicionojnë dritat, e ke make-upin, e ke stilistin, do me thënë janë shumë faktor tjerë të cilën ndihmojnë. Arritja e bukurisë spaku në punën time ma nuk është sfidë. Arritja e autenticitetit, arritja e dignitetit në fotografi për mua paraqet sfidë më të madhe, edhe kur e them autenticitetin e ndërlidhi me njëherë me trendin e kohëve të fundit të cilat kisha thënë jo ndryshojnë, po bile edhe deformojnë realitetin në të cilin ne jetojmë. Në këtë botë ku dominon komunikimi digital, ku ndoshta kjo afërsi ndërnjerëzore nuk ekziston, po është mediumi digital, virtual që na lidhen,
kam përshtypjen se realizimi ose pasja një portreti autentik ndihmon në krijimin e asaj lidhshmërisë ndërnjerëzore, asaj humanes, që kur hyn ti në vefaqen e Romirit ose vefaqen e ndonjë biznesi tjetër, ti don ta shohësh se kush qëndron brapa atij emri, kush është Romiri. Edhe tash është shumë më e afërt, më njerëzore nëse Romiri ka një fotografi autentike se sa nëse do Romiri del 20 vjeçar më i ri edhe mandej del në kontradikt me kur shkon të ligjeron para studentëve. E përmende autenticitetin, fotografia jote shpesh duket si një film. Shpeje si histori të ngrira në kohë. Pse kjo lind si ide në mendjen tënde, në syrin tënd, në dritë-shkrimin? Në dritë-shkrim. Nuk e di kujt mund t'ja atribuoj, po e kam lexuar një fjali ku thuhet që me prozë njeriu përpiqet me shumë fjalë të thotë më pak, ndërsa me poezi me më pak fjalë të thotë më shumë. Edhe këtë e përmende filmin, këtu në këtë rast filmi është prozë, ku me më tepër shkrepje përpiqesh të tregojsh një gjë më të vogël, ndërsa fotografia është poezi, ku me një fotografi ti përpiqesh të tregojsh më tepër. Arritja e shkrimit të poezisë merr kohë. E njëjta edhe me fotografin. Për mua kryefjala e punës time padyshim është autenticiteti. Autenticiteti edhe dinjiteti në mënyrën se si i paraqesim njerëzit. Si i fotografojmë, ose si zakonisht ditë të shprehem, si përpiqemi të paraqesim ata njerëz në një dritë më të mirë. Po kur e bën një portret, çfarë kërkon te personi? Fragilitetin apo forcën? Kërkoj se dia, ndoshta nuk do të merr atë, do të përpiqem ta kërkoj zhveshjen shpirtërore. Ku mes meje, mes objektivit edhe personit që fotografohesh, nuk do të ketë barriera të egos, barriera të konteksteve të ndryshme shoqërore, po ku shkrepja, drita do të depërton më thellë se vetëm në aspektet fizike. Je duke e përmend dritën, po ti përdor edhe shumë hije në fotografi. Cila nga këto flet më shumë? Të dyjat së bashku. Të dyjat së bashku, drita pa hijen nuk e ka vlerën e vetë. Do më thënë mos të ekzistonte ndoshta edhe hija, nuk do të njihnim konceptin e dritës, edhe kjo baraspesh mes dritës edhe hijes është një prej sfidave më të mëdha të një fotografit të portretit. Është sfidë edhe në jetën e përditshme të arrish një baraspesh, balans mes dritës edhe hijes, edhe pak në kuptim metaforik, po për mua si fotograf arritja e kësaj baraspeshe, një balansi mes vlerave të dritës e të hijes është një prej sfidave që jam edhe në vazhdimsi duke përmirësuar ose duke shkuar një hap më përpara. E përmenda autenticitetin që më pëlqen se edhe ne njerëzit e rëndom kur e shohim një fotografi me sytë tanë tentojmë ta dim se kush e ka fotografuar ose nga stili ose nga ngjyrat ose nga mënyra e shkrepjes. Nëse ti do duhesh ta emrosh dritë-shkrimin tënd me një fjali, cila do ishte ajo? Dritë-shkrim. Përsëri ndoshta isha kthyer asaj autenticiteti. Do me thënë, qëllimi im në realizimin e portretit është të kapet ajo autentikja të personit, që jo dhe gjithë një e arrin. Nuk mund të thëmë që... Ndodhë që mos arrish? Shpesher. Do me thënë, janë... Cilat faktor luajnë rol? Energjia, disponimi, mund të luajnë këto rol? E personit përballë teje flas. Shumë faktor, po edhe qasja ime, konteksti im, situata në të cilën gjendem, ka shumë faktor të cilët ndikojnë, ndoshta edhe koha e shkurtër, ndoshta edhe pjesë e madhe të punës që e bëj, që ndoshta edhe nuk është edhe në rrjetet sociale, në webfaqe, është puna të cilën e bëj me institucione, me fondacione që ndihmojnë njerëzve që kanë vështirësi shëndetësore të reintegrohen në tregun e punës.
janë njerëz që ndoshta kanë pas karriere të shkëlqyeshme në sektorin e financave, bankier, mirë po mbrin një pikë të burnoutit, një gjë shumë e prezente në ditë të sodit edhe ndron profesionin, shkon bëhet kuzhinier edhe sen. Domethënë, kjo është një rast i atill, po ka edhe më shumë raste të atilla, e në kësi kontekste të arrijet ai koneksioni, të arrijet ajo lidhshmëria mes fotografit edhe personit që fotografon është paksa sfiduese, edhe gjatë këtij rrugtimi që punoj me këto fondacione, kam mësuar që ndoshta komunikimi me njerëzit, me persona që i kanë përpara thjeshtës time është shumë më i rëndësishëm se sa modeli i aparatit kamerës të cilën e përdor. E përdor, po. A është estetika një zgjedhje? Apo një ndjesie e brendshme, ta them? Është kombinim ndoshta i të dyjave, i faktorëve ekstern të cilët të ndihmojnë të identifikosh diçka estetike, po ashtu edhe diçka interne që ti ose unë si person mund ta shoh si estetike. Një vepër të artit, ne të dy mund të kemi qasje të ndryshme të asaj, mirë po ajo është edhe bukura e artit edhe estetike, se secili mund ta bën narrativin e vet, storjen e vet për atë se si e përjeton atë pamje, atë vepër artistike. Neve jemi faktor shumë i rëndësishëm në determinimin e asaj se çka është estetike ajo. Është historia jonë, është eksperienca jonë, është shkollimi jonë, është konteksti kulturor sende dhe për atë kur e shohim një vepër arti, kur e shohim një fotografi, qasja ime si fotograf pse e kam realizuar atë, edhe perceptimi yt si vëzhgues, si konzumues i asaj vepre të artit ose të fotografisë mund të dallon shpesh. Mund të dallon, domethënë, ideja që unë e kam pas, me mënyrën se si është e perceptuar, edhe kjo është ajo bukura e artit. Këtu nëse mund të jap një si tip të vogël në gjatë vizitave në muzeje, një prej qasjeve më të preferuara, marr inspirim shumë të madh, është që të shkoj në muze dhe mos të ndjeki rrugtimin që ma jep institucioni. Të thotë, okej, prej këtu djathtas fillon, bëni majtas, po shkoj të shoh vepra të artit me të cilat unë e identifikohem. Edhe ta krijoj një narrativ timin mbi asaj, mbi atë se çka paraqet ajo vepër, pa pas kurfar konteksti historik, as të historisë së artit, as të artistit, as nuk e shoh titullin. Nëse jepet mundësia që të më kesh mandej më vonë edhe një audio guide ose ta lexojsh legendën, atë përshkrimin është shumë interesant të shohësh se si e ke pati edhe si. Ashtu që vetvetes nuk ja prishi narrativin, shkoj e shoh e interpretoj për vete, shoh cilat janë aspekte të bukura, edhe mandej e shoh atë aspektin akademik të historianëve të artit se çka përshkruhet në atë vepra, e kjo është ajo e bukur e artit se secili mundet ta konzumon në mënyrë të vetën. Kur jemi te kjo se secili mund të sheh atë se si e ndjen veten për momentin, çfarë dëshiron ti që ata që i fotografon ti të ndjejnë kur i shikojnë fotot? Qetësi, ndonjë shok, nostalgji, art apo diçka tjetër? Dua që kur të dalim prej atij fotosesioni ta shohim veten në një dritë më të bukur. Kjo është ajo dëshira ime, plotësimi im si fotograf, që kur ti fotografoj, kur dalim para thjerëzës, para atyre ndriçimeve, kur të dalim pre fotosesionet ose kur do t'i shohim fotografit, të shohin një verzion të tyre në një dritë më të mirë, në një kontekst më të dinjitetshëm, në një dritë e cila ndoshta ju jep edhe inspirim edhe motivim. Ke ndonjë ton specifik që ndjen si identitet tëndin? Përpiqet, si çdo artist, si çdo fotograf përpiqesh të krijosh ndoshta via bazë që përmend që kur e shef fotografinë thua, kjo është fotografi e Romirit. Po. A kam arrit ala në atë nivel është pikë pyetje se është zhvillim i vazhdueshëm. Përpjekja ime pak ma metaforike, pak ma artistike është të shkoj përtej portreti mos të përqendrohet vetëm në tiparet e fytyrës, po të shkon një hap më përpara, që ndërlidhet pak a shumë edhe me një projekt që kam disa vite me radhë që punoj, i titulluar Faceless në anglisht, jam përpjek në shqip ta bëj pak fytyrë. Këjen në klapa, do me thanë, jo pa fytyrë, se të neve merë kuptim tjetër, po pak fytyrë ku
është më pak se portret, po është më pak se fytyrë, po më tepër si portret, edhe ku përpiqesh ta kalojsh atë perceptimin klasik se çka do të nënkupton një portret. Kjo është një projekt të cilën vite me radhë e punoj, edhe zakonisht kur mund të marr pjesë në ekspozita ndërkombëtare, jam pjesë të këtij projekti të cilat i prezantoj dhe shpresoj ndoshta vitin e ardhshëm të realizohet edhe një ekspozit si vazhdimësi e asaj që e kam pas në Shkodër. Dua të pyes, ke ndonjë foto që e ruan si shumë personale, e cila t'jep më shumë emocion ty, që e ke bëti normal? Fotot timen që e kam bë, kam më tepër, po ndoshta një përjetim kisha mund të tregoj që ndërlidhet me një fotografi prej të cilës eksperiencë kam mësuar ndoshta shumë gjëra se si duhet të veproj si fotograf, më falni. Ishte ashtu në një prej këtyre konteksteve të fotografimit për këtyre fondacionet, edhe kisha përpara një vajzë të re, me të cilën që në fillim komunikimi ishte disi i çuditshëm, edhe gjatë çdo shkrepje kisha një feedback nga ana saj me një buzëqeshje të cilën unë e kuptova si buzëqeshje përbuzëse. Aha, ironike. Ironike, që mua jemi njerëz, egon ma preku, u lëndova deri në atë fazë që i thash, ok, bën të bëjmë një pauzë të vogël, të shkon të rregullohet, edhe ajo kthye dhe ajo vazhdonte me të njëjtën çdo shkrepje dhe kishte një këtë buzëqeshje përbuzëse që me një moment mua më solli në kufit e asaj, që si të shoh kur mbaroi gjithaj fotosesioni për atë fondacionin, erdhi udhëheci i projektit edhe më pyeti si kalova, unë thash, ok, kalova bukur, nuk kisha ndërmend të përmendi sfidën që e kalova, mirë po ajo specifike më pyeti si kalove të themi hipotetikisht me zonjën Majer, po. Hipotetikisht themi, e unë thash po ishte sfiduese pak, po thash pse bashkë më pyetën, po ajo vajzë ka pas vështirësi të ndryshme jetësore, edhe të qeshurën e ka si mekanizëm mbrojtës tha. Edhe për mua ajo ishte një moment ku më bëri të transformohem, jo vetëm si fotograf, po edhe si njeri që ata që do dalin para objektivit tim, gjëja e fundit që duhet të bëj është t'i gjykoj. Ti para gjykosh. Ata, detyra ime është t'i qes në dritë më të mirë. Edhe ndoshta fotografia e saj nuk është artistikisht kutatisht, nuk është e publikuar, se janë për shkak të mbrojtjes të dhënave nuk publikohen besin ashtu, po ajo fotografia, ajo eksperiencë që për mua ishte si shift, si një, okej, klik që neve si fotograf jemi aty me një mision të caktuar. Dhe nuk e dim personi përballë neve, po se çfarë është duke. Nuk e dim çka ka ndodhur para asaj. Neve i kemi një 20 minuta ose 30 që do dalim përpara objektivit tonë, nuk mund ta bëjmë neve narrativin e atyre përbrenda 20 minutave. Ky ose kjo qenë ka kështu ose ashtu. Ti aty ti nxjerrësh në dritë më të mirë. Nëse nuk do ishe fotograf, si do e shprehje artin në mënyrë tjetër? Unë muzikën e kam pas si dështim. Indjeri babi, Syria Imami, ka qenë profesor i muzikës, ne kemi pas instrumente sena ndekën, po asnjëri prej fëmijëve, ndoshta ai vllau i vogël pak më tepër, nuk doli me muzikën atë drejtim, edhe muzikën e kam pas faktikisht si një instrument me të cilin jam mundu të shprehem artistikisht, nuk arrita. Domethënë dështova si ashtu, edhe më duket se kjo ishte një kanal tjetër përmes artit figurative dhe fotografisë më vonë të jetë. Domethënë nëse s'isha bë fotograf, ndoshta do të kisha dashur të jem ndonjë kështu interpretues, këngëtar. Gjithsesi me art. Me art, patjetër. Me art, gjithsesi. Ke ndonjë projekt që mezi pret të realizosh? Projektin të cilin kisha dash ta vazhdoj ose të realizoj ndoshta një ekspozit në atë drejtim, do të kishte qenë ky pak fytyr, me një korpus pak më të madh të punëve, po një projekt tjetër të cilën janë 3-4 që vazhdojnë, do të ndodhen edhe nesër, me një fshat në rrethin të Shkupit, në Koliçanin e Epërt, ku do të shkojmë të fotografojmë njerëzit më të moshuar të atij fshatit. Edhe është një projekt
që 3-4 muaj jemi duke e përgatitur me atë këshillin organizues, edhe nesër do t'jetë ajo dita kur do të shkojmë t'i fotografojmë edhe të përpiqem t'i lexoj historiet e atyre njerëzve të moshuar të cilët kanë eksperiencë jetësore e të cilët do të përpiqem t'i fus në kornizën e një fotografie. Në fund, çfarë do donte Romiri të lë pas si trashëgimi vizuale? Përpjekjen që njerëzit për brenda mundësive tona t'i qesim në dritë më të mirë. T'i nxjerrim në dritë më të mirë. Qoftë me fotografi, qoftë me fjalë të mira, qoftë me emisione të këtilla. Një mision të cilin paka shumë edhe harrohet disi. Fatkeqësisht. Edhe ndoshta edhe nuk vlerësohet, mirë po që për njerëzit luan rol të madh, sidomos në krijimin e atij vetbesimit, motivimit edhe parjes së botës me një sy tjetër. Faleminderit unë shumë, të urojmë jashtëzakonisht shumë suksese. Të faleminderit ty. Kishim një energji shumë pozitive dhe shpresoj se shumë shpejt përsëri do kemi edhe biseda të ndryshme, duke ndjekur ekspozitat të ndryshme tuat, pse jo ndërkombëtare, dhe të krenohemi që të kemi. Faleminderit edhe një. Të faleminderit Gjan.